Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj është takuar me banorët e rajonit numër 1 në Vlorë, ndërsa ka dëgjuar me vëmendje shqetësimet e tyre. Kandidati socialist Vullnet Sinaj tha përpara banorëve se vota për Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama është vot për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kurse vota për kandidatin Vullnet Sinaj është një mirënjohje për përkushtimin e tij si deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Unë kisha konsideruar votën e banorëve të zonës time si dhënie bese dhe më dukej sikur ato vota që kisha marrë, ata më kishin thënë na deputet dhe na përfaqëso në parlament dhe na përfaqëso për kërkesat tona. Janë ata që po thonë se çfarë unë kam bërë, as vetë nuk e dija që kisha bërë kaq shumë. Ose më tepër dua të them, as vetë nuk e dija që mirënjohja e njerëzve për atë që kisha bërë unë ishte kaq e madhe. Dhe sot e kam për krenari dhe për nder t'ju them, votoni Vullnet Sinën, sepse nuk do t'ju zhgënjej asnjëherë rrofsh. Ka për t'ju përgjigjur gjithkujt në telefon. Ka për të ardhur sa herë të keni probleme dhe shqetësimet tuaja, dhe kam për t'u përfaqësuar juve në çdo hall dhe shqetësim. Unë i pres votat nga njerëzit e thjeshtë, nga ju që më dëgjoni, nga ju që keni dëgjuar për ato që kam bërë unë. Unë jam deputet i Vlorës dhe dua të përfaqësoj qytetin e Vlorës siç do përfaqësoj lumin e Vlorës. Prandaj kam ardhur sot t'ju kërkoj votën. E dua votën tuaj që të vi t'ju shërbej. Që nëse keni nevojë për atë deputetin që t'i thot po s'po dhe mban fjalën e burrit, votën duhet të t'ia çoni Vullnet Sinës. Shumë faleminderit. Numri 5 Partia Socialiste. Mandati Edi Ramës dhe i Partisë Socialiste është më i rëndësishëm se mandati im për Shqipërinë Europiane. Emri Vullnet Sinës në këtë flet që është i parafundit është për ju të gjithë. Në fund të takimit, kandidati Sinaj kërkoi bashkimin e votave tek Partia Socialiste, duke theksuar se numri 5 është i pari, pastaj vjen zgjidhja e kandidatëve. Sinaj kërkoi mbështetjen e banorëve të këtij rajoni, ndërsa premtoi se ai do të jetë një zë i fortë për zgjidhjen e problemeve të tyre.